Nga Australia deri në vende të ndryshme të Europës, gjithnjë më shumë turistë po zgjedhin Shkodrën si destinacionin për pushimet e tyre. Qyteti është i mbushur me vizitorë të huaj, të cilët tërhiqen nga historia, kultura, natyra dhe mikpritja. Për shumë prej tyre, vizita në Shkodër është një eksperiencë që ja vlen të përjetohet. Vi nga Australia, është hera e parë që vizitoj Shkodrën. Më pëlqen gjithçka këtu. Më pëlqen të zbuloj vende të reja dhe mendoj se Shkodra ishte padyshim zgjedhja e duhur për këtë udhëtim. And yeah, it was beautiful. It was really enjoyable. Më pëlqen shumë Shkodra. Çdo gjë këtu është e bukur. Prindrit e mi më thonë sa me fat jam që po vizitoj vende kaq të bukura dhe duan të vinë edhe ata. Kemi qenë në Thet dhe Valbon. Janë vende mahnitse. When you're in like a really touristy. But I love the food here. The food's really. Është hera e parë që vi në Shkodër dhe më pëlqen shumë. Ushqimi është shumë i mirë. Njerëzit janë të sjellshëm dhe mirëpritës. Kemi vizituar Thethin, Valbonën dhe shumë vende të tjera. Për Shkodrën dëgjova në internet dhe vendosa ta vizitoj. Për mua është si një vend sekret që ende nuk është zbuluar plotësisht. About it. So yeah, we came over and it's just. Fluksi i turistëve vijon të rritet nga dita në ditë duke e kthyer Shkodrën në një nga destinacionet më të kërkuara të këtij sezoni veror, me natyrën, historinë dhe mikpritjen që e karakterizon. Qyteti po fiton gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve nga e gjithë bota.